Dënohet me 18 vite burgim Endrit Nika për vrasjen e të dashurës së tij argjentinase nga gjykata themelore në Prishtinë. Aktgjykimi u shpall sot nga kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Gazmend Bahtiri. Sipas aktakuzës së datës 11 shkurt të vitit 2025, i pandehuri Endrit Nika po akuzohet se me 1 gusht të vitit 2023 në fushë Kosovë në Hotel Sonoma pas një mosmarrëveshje paraprake me të dashurën e tij, tani të ndjerën MKU paraprakisht e godet në vazhdimsi dhe tenton ta me vetur të parkingu jashtë hotelit dhe pasi që hyn në hotel, dhomën ku ishin duke qëndruar, i pandehuri Endrit Nika me dashje që ta privojë nga jeta tani të ndjerën, ka vazhduar pëlleshin dhe goditjet ndaj të dëmtuarës, duke dërguar në qoshit të dhomës dhe ku nuk ka pasur mundësi të largohet të dëmtuara dhe nga goditjet dhe shtyrjet që i ka bërë tani të ndjerës, i pandehuri Nika e ka nxjerr kornizën e dritares duke e hedhur nga dritarja dhomës së hotelit nga kati i 6. Me që rast tani e ndjera MKU ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe përkundër trajtimit mjekësor e njëjta ka ndëruar jetë në ÇKUK. Andaj për shkak të veprimeve të lartë përmendura, Endrit Nika nga prokuroria është akuzuar se ka kryer veprën penale vrasje e rënd.